Ksamili vazhdon të tërheqë një numër të madh turistësh vendas dhe të huaj duke u renditur ndër destinacionet më të kërkuara në jug të Shqipërisë. Me fillimin e sezonit veror, plazhet e zonës janë mbushur me pushues që kanë zgjedhur të kalojnë ditët e nxehta pranë brigjeve të njohura për bukurinë e tyre natyrore. Vitet e fundit Ksamili ka fituar popularitet të madh edhe në rrjetet sociale dhe platforma turistike, duke u kthyer në një pikë referimi për turizmin bregdetar shqiptar. Unë jam nga Rumania dhe kam zgjedhur Shqipërinë përkatësisht Ksamilin sepse kam parë shumë foto në internet që dukeshin shumë të bukura dhe sidomos kohët e fundit ka patur një lloj promovimi tepër të lartë për zonën e Ksamilit. Nuk e dija nëse rruga ishte e lehtë apo jo, por udhëtimi me makinë është i mrekullueshëm. Kur mbërritëm këtu na pëlqeu shumë ajo që pam. Ne jemi prej 6 ditësh në Ksamil. 6 ditë të tjera ishim në Vlorë. Zgjedhëm këtë vit pushimet i bëjmë në Shqipëri. Për të parë, a do të na pëlqejë vendi. Në Shqipëri më së shumti na kanë pëlqyer njerëzit. Janë shumë të sjellshëm. Jemi në Shqipëri prej disa ditësh dhe kemi zgjedhur për pushime Ksamilin. Deri tani na është dukur një vend shumë i veçantë për pushimet tona, me plazhe shumë të bukura dhe ujin vërtet kristal. Është thjesht mahnitës. Të huajt shprehen se Ksamili vazhdon të ofrojë çmime konkurruese krahasuar me destinacione të tjera të njohura. Sipas tyre, shërbimet në plazhe, restorante dhe struktura akomoduese mbeten të kënaqshme për kostot që ofrojnë. Para se të vija në Ksamil kontrollova edhe çmimet dhe duke qenë se zakonisht shkonim me pushime në Greqi, vendosëm të jepnim një shans edhe Shqipërisë. Duke i krahasuar, pash që çmimet janë relativisht të ngjashme me Greqinë. Çmimet për ne janë në rregull, janë rreth 30% më të lira se në Greqi. Unë shkoj me pushime në qershor dhe shtator, sepse korriku dhe gushti janë për të rinjt më tepër. Me plazhet e mbushura dhe fluksin në rritje të vizitorëve, Ksamili konfirmon edhe këtë verë statusin e tij si një prej perlave të turizmit shqiptar, duke tërhequr pushues nga vende të ndryshme të botës.